më prestigjioze. Çështja është këtu tani. Këta po përgatiten, domethënë ideja është dhe prandaj është dhe ky 2 javshi, kërkimi i kësaj kohe. Ideja është po prevalon ideja ose amerikanët, sakt, prandaj dhe Trumpi ka qenë dhe enigmatik që ka thënë do bëjmë një zgjidhje që s'ju pret mendja juve. Ideja është pikërisht për të rrëzuar liderin suprem, domethënë dhe gjithë enturazhin e tij për të rrëzuar regjimin. Por mënyra se si do rrëzohet nuk mund të rrëzohet vetëm nga SBA-ja, ose në kuptimin e visos nga SBA-ja dhe nga Izraeli. Dhe po tentohet, si thonë The Guardian, New York Times, Washington Post, analist ushtarak, po tentohet që të bëhet precedenti i Sirisë, që çdo të thotë, të merret një visto nga Rusia që të hesht, të merret visto nga Turqia, të merret visto nga Europa në përgjithësi që është më e lehtë, që regjimi që do ta zvendësoj, si në Siri të jetë i baras larguar, mos jetë një regjim që ta vër Izraeli, apo ta vër thjesht Amerika, po të ketë një konsensus, siç ndodh që u gjet një terrorist u gjet atje, ishte $10 milion për kokën e pak më përpara, po u gjeti i përshtatshëm se e pranon Turqia, e pranoi Rusia, e pranuan gjithë edhe raqetësi, kur iku Al-Bashari. Dhe në fakt po kërkohet ky lloj ekuilibri që pastaj nuk diskutohet që do jetë sulmi shumë i furishëm, po fut SBA-ja. Pastaj pasi të marrë gazën SBA-ja ta bëjë një zonë turistik atje. Problemi është që duhet konsensusi, sidomos nga vende si Rusia dhe Turqia, që kanë interesa direkte atje brenda, duhet konsensusi që dakord me urrëzua ky, por vendin bosh jo ta zërë kush të doj, e ke përësysh, dhe vendi bosh duhet tjetë me konsensus. Të ketë një konsensus, le temi, po. Dhe unë mendoj që drejt kësaj është, sepse për ndryshe, nëse vazhdon kjo lloj luftra, Rëzimi Khamenei-tua dhe zëvendësimi me një lider të dy vendet mund të rafshohen, edhe të dyja në pushtet, edhe ai që nuk e duan izraelitët për hir të së vërtetës, por janë një kom që bashkohen kur janë në luftë, edhe atë tjetrin po e poseduan. E qartë. Mirë, me Krishnikun të lutem. Kush nga fuqit mund të dominoj ushtarakisht Krishnik? Shiko, asnjëra nuk do dominoj sepse një gjë është e qartë. A dëgjohem? Po, faleminderit. Dëgjohem? Po. Të gjithë analizat mbi aftësitë ushtarake se kush e fiton luftën, Izraeli apo Irani, janë të gabuara për njerëzit. Po. Kjo luftë ose mbyllet me paqe mes Izraelit dhe Iranit, ose mbyllet me futjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku nuk është nevoja që të krahasojmë teknologjinë e Izraelit apo Iranit. Kjo luftë nuk do mbetet asnjëherë e izoluar mes Izraelit dhe Iranit. Kjo është 100%. Pra që do të thotë, nëse SBA vendos të mos futet në Iran, atëherë është e sigurt që do të ketë një marrëveshje paqe. Nëse Shtëpia e Bardhë vendos që të mos ketë paqe, po të ketë luftë, atëherë gjithë kjo analiza se sa tanke, sa raketa, sa sisteme. Pra çfarë të dojë SBA-ja? Mbaroj një herë mendim, pa diskutim. Para 10 minutash, Shtëpia e Bardhë, zëdhënësja e presidentit Trump, ka deklaruar se të gjithë informacionet që qarkullojnë në media në lidhje me mos ekzistencën e bombës bërthamore në Iran janë të gabuara, sepse ekziston gjithë infrastruktura që brenda pak ditësh Irani ta shndrojë në bombë bërthamore nëse merret vendimi politik. Pra, sipas informacionit të ekziston ky rrezik, po. Po, ekziston lënda e parë, infrastruktura, çdo gjë për ta montuar dhe për ta shndruar në bombë, sipas Shtëpisë Bardhë, jo sipas meje. E para, e dyta. Pse po fiton kohë SBA? Po fiton kohë sepse prapë dhe një herë kthehemi ka ajo që tha kancelari gjerman, sepse këta i kanë vënë një detyrë Izraelit për të kryer këto punë, për ta dobësuar Iranin në maksimum, me qëllim që kur të hyjë SBA të korri fitore. Pra, SBA po bën bilancin e luftës, u deshën pak ditë
që gjithë bota të kuptoj kush është forca dhe dobësitë e këtyre dy shteteve. Çdo kush sot e di kush është fuqia ushtarake e Izraelit apo e Iranit. Dhe sigurisht që në lidhje me arsenalin, sa do të fortë që ta ketë Irani, do ta ketë duke ezauruar dhe konsumuar dhe një gjë është e qartë. Dhe kjo është e sigurt që hapësira ajrore e Iranit nuk është nën kontrollin e vetë Iranit. Që do të thotë, është e vërtetë që nuk fluturon asnjë avion ushtarak iranian, po kontrollohet nga avionet e Izraelit. Pra gjithë lufta është nëpërmjet sistemit të raketave iraniane, të cilat gjithmonë do vinë duke ezauruar dhe Trump